Qeveria po propozon krijimin për herë të parë të një mekanizmi që i lejon shtetit të blejë produkte bujqësore kur tregu përballet me rënje të fortë çmimesh mbi prodhim apo mungesë furnizimi. Nisma parashikohet në projekt ligjin për organizimin e tregut të produkteve bujqësore dhe praktikave të padrejta tregtare, i cili synon të mbrojë të ardhurat e fermerëve dhe të zbusë luhatjet e tregut. Sipas draftit, ndërhyrja publike do të realizohet nga Agjencia e Pagesave, e cila do të blejë, ruajë dhe më pas shpërndajë produktet bujqësore në situata të jashtëzakonshme. Mekanizmi mund të aktivizohet kur tregu pëson rënje të ndjeshme të çmimeve, ndërprerje të ofertës ose kërkesës, por edhe në raste më të rënda si sëmundje epizodike, humbje besimit të konsumatorëve apo ngjarje klimatike ekstreme. Në listën e produkteve që mund të blihen përfshihen gruri, misri, elbi, orizi, mishi i gjedhit, gjalpi dhe qumshti pluhur. Krahas kësaj, projekt ligji parashikon edhe subvencionimin e magazinimit privat për produkte si vaji i ullirit, djathi, mishi dhe gjalpi. Paketa synon gjithashtu të vendosë standarde për cilësinë, etiketimin dhe origjinën e produkteve bujqësore, të ndalojë praktikat e padrejta tregtare dhe të forcojë organizimin e fermerëve, me synimin për një treg më të qëndrueshëm dhe më transparent.